Në mars të vitit 2021, autoritetet belge zbuluan në portin e Antwerpit mes thasëve dhe paletave me misër mbi 1 ton kokainë. Hetimi tregoi se kontrabanda e kësaj sasie të madhe droge ishte organizuar nga një grup kriminal i lidhur me ish policin në Arati, Ljubo Milović, dhe të akuzuarin Mileta Ojdanić. Si pjesë e kësaj organizate, përmenden dhe i arrestuari Vuksan Vojović dhe i arrestuari Aleksandr Milajlović. Grupi përbëhej kryesisht nga shtetas malazez, por mes tyre kishte edhe një shqiptar, i identifikuar si Besimi. Madje hyrja e tij në grup kishte bërë që disa nga anëtarët e organizatës të përjashtoheshin. Kjo zbulohet nga komunikimi në Sky mes dy protagonistëve, Ojdanićit dhe Milovićit. Ojdanići i shpjegon Milovićit se të dy kanë nga 250 secili në atë dërgesë dhe e shpjegon se ai futi shqiptarin Besim në biznes me ta dhe i përjashtoi disa nga bashkëpunëtorët ekzistues. Të dy theksojnë se do t'i lënë pak hapësirë pjesës tjetër të ekipit nëse situata bëhet shumë e ngushtë, dhe në një moment Milović shkruan se duhet të marrë në konsiderat uljen e çmimit. Sipas dokumenteve të prokurorisë speciale të shtetit, ky grup përdorte metoda të ndryshme për të kontrabanduar kokainë nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Në fillim të vitit 2021, droga u nis nga Amerika e Jugut drejt Belgjikës me anijen CMA-CGM Jean Gabriel. Kokaina ishte fshehur në një ngarkesë me misër, e paketuar me qindra bloqe dhe e vendosur në thas të zinj, dhe paketime kafe të mbështjella me plastik transparente, të vendosura mbi paleta për të kaluar pa u vënë re gjatë transportit nga Ekuadori drejt Evropës. Nga komunikimet në aplikacionin e koduar Sky, rezulton se anëtarët e grupit ndiqnin në detaje transportin. Ata shkëmbelin fotografi në brendësi të kontenerit dhe përcaktonin cilat paleta duhet të nxirreshin të parat, dërgonin numrin e kontenerëve dhe shpjegonin vendosjen e mallrave brenda tij. Përmes mesazheve që u jepnin udhëzime bashkëpunëtorëve në terren, kërkonin të merrnin vula shtesë dhe thika për prerjen e plastikës në mënyrë që të nxirrnin kokainën. Megjithatë, autoritetet belge vepruan më shpejt. Më 10 mars 2021, Shërbimi Federal për Financat Publike zbuloi 1 ton kokainë në kontenerin me numër HLZ 3501646 të kompanisë Hapag-Lloyd, i cili ishte transportuar me anijen e përmendur dhe kishte mbërritur në port 2 ditë më parë. Pas kësaj u ngritën akuza penale ndaj disa personave, përfshirë Breikhoven Dani, Al Masude dhe Alulani Alas. Hetimet zbuluan se komunikimet për këtë operacion zhvilloheshin përmes pseudonimeve në Sky si Le Petit M, Futuro, Rambo dhe 2021 New. Analiza e mesazheve tregoi se Milović dhe Ojdanić kishin rënë dakord për këtë transport gjatë periudhës nga 8 janari deri më 8 mars 2021. Ata diskutonin për ndarjen e dërgesës, shitjen dhe organizimin e operacionit, shkruan media malazeze Vjesti. Në biseda përmenden edhe çmimet e kokainës dhe vështirësitë në treg. Në një rast, Milović sugjeron uljen e çmimit nga 28 në 27.000 euro për kilogram, duke theksuar se blerësit nuk pranonin çmimin më të lartë. Vëlla, do t'jetë vështirë ta çojmë këtë në 28. Nuk e di si po shkon major. Unë do të zbrisja në 27. Kushdo që e merr më shumë dhe kushdo që merr në sasi të vogla, 27.500. Nuk e di çfarë mendoni, apo duhet ta mbajmë ende 28, por është shumë e vështirë. Ata më dërguan korrespondencë me disa blerës shumë të fortë. Ata nuk do të paguajnë më shumë se 27, shkruan ai. Në fillim të marsit, Ojdanić informonte për mbërritjen e anijes dhe organizimin e transferimit të drogës drejt Holandës. Bashkëpunëtorët përshkruan situatën në port si të tensionuar për shkak të arrestimeve, por vijonin përgatitjet dhe shkarkimin e ngarkesës. Ata kërkonin fotografi të brendësisë së kontenerit për të identifikuar sakt vendodhjen e pakove. Ojdanić dërgonte disa fotografi dhe udhëzime të detajuara, duke theksuar se duhet të nxirreshin fillimisht 2 paleta dhe se duhet prerë plastika për të arritur te droga. Sipas SDT-s, Milović dhe Ojdanić akuzohen që nga viti 2019 se kanë organizuar në një nivel ndërkombëtar kontrabandën e sasive të mëdha të kokainës. Hetimet tregojnë se organizata ka vepruar në disa shtete, përfshirë Malin e Zi, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kroacinë, Ekuadorin, Holandën, Belgjikën, Gjermaninë dhe Turqinë, si edhe vende të tjera në Evropë dhe Amerikën e Jugut. Prokurorët theksojnë se në këtë rrjet kanë qenë të përfshirë edhe persona të tjerë, përfshirë individ të akuzuar si pjesë e një karteli policor të drogës. Komunikimet zbulojnë dhe ndarjen e sasisë së kokainës mes pjesëmarrësve. Për shembull, për një pjesëmarrës përmendet një sasi prej 30 kg, ndërsa një tjetër kishte 22 kg. Një listë detajuar e ndarjeve dhe pagesave mbahej nga një antar i grupit që luante rolin e llogaritarit. Mesazhet tregojnë gjithashtu llogaritjen dhe fitimin e investimeve në operacione të tjera.
duke përfshirë dërgesa të planifikuara për tregje të ndryshme ndërkombëtare. Analiza e këtyre komunikimeve u ka mundësuar hetuesve të përcaktojnë rolet dhe përfshirjen e secilit në këtë operacion. Rasti ilustron nivelin e lartë të organizimit të rrjetave kriminale ndërkombëtare dhe përdorimin e platformave të koduara për koordinimin e aktiviteteve të palishme, duke theksuar njëkohësisht rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër trafikut të drogës.